Një investim në infrastrukturë po zbatohet në mokrën e poshtme në bashkinë e Pogradecit. Së fundmi është duke u asfaltuar rruga kryesore që lidh fshatin Kriçkov me aksin nacional Qukës-Qafploç, rreth 1.1 kilometra e gjatë, një rrugë jetike për banorët e Kriçkovës, të cilët thonë se tashmë me këtë investim do të kenë më të lehtë lëvizjen, por edhe nxjerrjen në treg të prodhimeve të tyre. Kriçkova kishte shumë nevojë për ndërtimin e kësaj rruge prej shumë vitesh. Kjo ka qenë shumë problem. Ku neve bënim prodhimin, sidomos qeshisë dhe kur e transportonim qeshinë me mjete primitive, duhet thuash, ato unë viste cilësia, unë viste çdo gjë me to. Ndërsa kështu detyrimisht do vita marrim me cilësi më të mirë, se ata kanë mjete më moderne që vinë ase tronditin ase ashtu ata dhe nuk e prishin cilësinë e produktit, sepse do shiten prodhimet, sepse ky vend ku jemi neve këtu prodhon nga të gjitha kulturat. Asfaltimi rrugës së Kriçkovës vjen pas një tjetër projekti asfaltimi në aksin Proptisht-Slabinj dhe projektit zgjerues dhe rehabilitues të aksit Slabinj-Bishnic. Të dyja këto rrugë bëjnë lidhjen e fshatrave me aksin nacional më të lehtë, duke zgjidhur një hall të hershëm të banorëve të mokrës së poshtme.